Ju në gjatë tjeta, ndërsa sytë tuaj përmes portaleve dhe debateve televizive po mbahen të gozhduar tek pyetja përse presidenti i Republikës Bajram Begaj shkoi në Mekë dhe a u shkel laiciteti i shtetit, prapa shpinës tuaj po luhet një lojë tjetër. Një lojë shumë më e rrezikshme dhe një lojë shumë më e shtrenjtë se ajo që flitet. Në këtë analizë do të shmontojmë me fakte mikroskopike skenarin se si po përdoret Haxhiu Bajram Begaj si një bombë tymuese për të fshehur dy të vërteta që përvëllojnë. E para, çfarë u firmos në prapasken kur Nikos Dendias zbriti në Tiranë për kufirin detar dhe gazin e Jonit, dhe e dyta, cili është mëkati real i Bajram Begajt, pronat e ushtrisë në jug të vendit që po hetohen nga spaku apo shkuarja në Haxh. Sot do të shihni se si agjentët e Athinës dhe të influencës greke dhe veglat të politikës së Tiranës u hodhën në sulm për të krijuar një debat absurd fetar, pikërisht në javën kur interesi kombëtar është duke u tregtuar në tavolinë. Para se të futemi në zbulimin e dokumenteve ekskluzive, nëse doni të vërteta pa censur që guxojnë të prekin të paprekshmit, bëni tani subscribe kanalit ton dhe aktivizoni zilën e njoftimit. Kjo video sot nuk duhet humbur as një sekond, qëndroni me mua deri në fund. Le ta nisim nga absurdizmi që ka kapur ekranet dhe portalet. Bajram Begaj shkeli laicitetin e shtetit se shkoi në Mekë. Ky është refreni që po na shitet, por le të flasim me gjuhën e ftohtë të kushtetutës dhe të drejtës ndërkombëtare. Cili është ai hajvan që beson sot se laiciteti i shtetit shkelet thjesht duke ushtruar lirinë e besimit? Çfarë thot Kushtetuta e Republikës Shqipërisë në nenin 10 dhe 24? Ajo garanton ndarjen e shtetit nga feja, por jo ndalimin e fesë për individët, qofshin këta dhe zyrtarët më të lartë të shtetit. Ku ka kushtetut në botë përveç asaj të komunistëve, të diktaturës komuniste të 1967-s, që të mund të ndaloj një njeriu të kryej ritualet e tij private fetare? Edhe pse Bajrami ka shkuar atje si një i ftuar special nga mbretëria e Arabisë Saudite për të kryer ritualin e Haxhit, është një simbolik dhe është kreu i një shteti që vjen nga Shqipëria për të kryer Haxhin. Nuk është Bajrami në një praktikant i madh. Bajrami ka hall të bëjë një lek dhe si do ruaj postin e presidencës. Laiciteti i shtetit shkelet vetëm në dy raste: kur shteti financon zyrtarisht ose zyrtarizon një fe shtetërore, ose kur ritualet fetare kryen brenda institucioneve, si për shembull të falësh namaz apo të bësh mesh brenda zyrave të presidencës. Por të udhtosh jashtë shtetit në kohën tënde private për një rit fetar, kjo është e drejtë themelore e garantuar me kushtetutë. Le të bëjmë një krahasim që nxjerr zbuluar spionët dhe hipokrizin e analistëve të mallkuar të Tiranës. Kur Edi Rama dhe Sali Berisha shkojnë në Jeruzalem dhe vën kapuçin hebre tek muri i lotëve, nuk shkelet laiciteti. Askush nuk flet për këtë. Kur politikanët tanë shkojnë në Vatikan, takojnë papën dhe shkelet laiciteti, jo, nuk shkelet laiciteti. Kur Josefina Topalli hynte në Kish dhe falte dhe kryente ritualin e saj në rresht të parë për Krishtlindje, a shkelej laiciteti? Jo, nuk shkelet laiciteti. Atëherë, pse bëhet kjo zhurmë kur Bajrami shkon në Mekë dhe na qen ka shkelje kushtetuese? Këtu fillon prapa skena e pisët që po luajnë agjentët e Athinës. Burimet tona konfirmojnë se agjentët e Athinës të infiltruar thellë si në oborin e Ramës, ashtu dhe në rrethin e ngushtë të oborit të Sali Berishës, kanë rënë dakord në mënyrë të rrufeshme për të parë një okult. Ta sulmojnë Bajramin për Haxhillëkun. U dha urdhri që të dyja palët politike që gjoja shqyen njëra tjetrën gjithë ditën të bëheshin bashkë për të ushqyer këtë teatër absurd. Pse? Sepse kjo luftë artificiale i konvenon të dyja krahëve, Ramës dhe Berishës, për të fshehur pazaret e tyre me Athinën,
duke e bërë lojën e diplomacisë greke në Tiranë. Leje e jani me mua tua grisi maskën e hipokrizisë në këtë sekond. Opozita e Berishës sot hidhet përpjet gjithashtu për Haxhin e Begajt, harron se si presidenti i propozuar nga Partia Demokratike Bujar Nishani i ndjer pas Shpirti Rahmet, ka qenë dhe ai ka kryer ritualin e Haxhit. Përse atëso kohë PD-ja nuk foli për shkeljen e laicitetit të shtetit shqiptar? Përse kalemgjit e pranë doktorit sot janë duke sulmuar Bajram Begajn dhe nuk folën aso kohë për të ndjerin Bujar Nishani që shkoi në Mekë? Sepse këtu fillohet të bëhet tallja akoma më e madhe, po të futemi në shtëpinë e liderit të vet opozitës, ndërsa zyrtarisht portalet e tyre sulmojnë ritualet islame. Presidenti aktual të besuarit e Berishës flashin poshtë përpjet në për kafenet e Tiranës, duke u mburur me krenari private se mbesa e Saliut, e djalit, vajza e djalit, e mban emrin e shenjtë Medina, ndërsa flasin për bien e doktorit Argita Berishën, që është një besimtare e devotshme që fal 5 vakte namaz. Këto i bëjmë në Rongoz, ndërsa në portale dhe në Facebook sulmojmë Bajram Begajn për ritualin e Haxhit për të mbuluar skenarin e shitjes së detit për Nikos Dendias, i cili ka qenë në të njëjta ditë ku po flitet për debatin e Haxhit, ka qenë duke shitur Rama me Berishën detin për Greqinë. Tani, pyetja për publike për këta laskar hipokrit është: kur mbesa e doktorit quhet Medina, kjo që ka krenari familjare, ndërsa kur një zyrtar shteti shkon në Haxh dhe kanë frikë se mos na bashkohet Bajram Begaj me frontin Al-Nusra apo me Al-Qaeda. Kjo provon se sulmi i pisët nuk ka asnjë lidhje me parimet, as me laicitetin e shtetit dhe as me kushtetutën. Ky është një skenar i gatuar me porosi, ku agentët dhe spionët e Athinës në Tiranë tek Rama dhe tek Berisha bëjnë sikur përplasen, vetëm që vëmendja publike të shpërngulet me çdo kusht nga ajo që po ndodh në kufirin jugor tek shitja e gazit dhe e jonit. Dhe kjo bëhet sepse Ferit Hoxha ish kryetari i grupit negociator që e shiti detin për Berishën dhe Bashën në 2009, është i njëjti sot që është ministër i jashtëm i Edi Ramës, i cili aso kohë e quajti Ferit Hoxhën tradhtar. Por mbajeni frymën, sepse nëse mendoni se kjo është thjesht një zhurmë pa vlerë, pas pak do ju tregoj se si shtetet fqinje që na bëjnë ne leksione për Europën e kanë shkrirë fen bashkë me pushtetin e tyre ekzekutiv. Por përpara kësaj le të shkojmë tek sekreti i madh. Çfarë ndodh realisht kur Nikos Dendias vjen dhe përqafohet me Ramën në Tiranë, ndërkohë që portalet merren me Bajramin Haxhi? Përpara se të nisej kjo vale e madhe debati për Haxhi Begajn, në Tiranë zbriti ministri i jashtëm grek Nikos Dendias. Zyrtarisht ta kemi ushqit si një bisedë rutin për sigurinë rajonale dhe bashkëpunimin ushtarak në kuadër të NATO-s. Por burimet tona nga miq ndërkombëtar dhe nga terreni na tregojnë dhe analizat e prapaskenave tregojnë një realitet krejt tjetër, të cilin unë do t'ja tregoj tani. Misioni i vërtet i Nikos Dendias kishte vetëm një emër: kufiri detar Shqipëri-Greqi, dhe kishte ardhur pikërisht për atë punë. Greqia erdhi në Tiranë për të marrë, jo për të dhënë. Athina zyrtare po ushtron një presion të jashtëzakonshëm, asimetrik mbi Shqipërinë për të mbyllur marrëveshjen për detin jon, aty ku fshihen miliarda dollar rezerva gazi dhe nafte. Po ku qëndron kurthi këtu? Greqia kërkon që negociatat të ecin me kushtet e saj, duke shfrytzuar si kamxhik integrimin europian të Shqipërisë, rrena e madhe që ju serviu shqiptarëve 30 vjet. Çdo hap përpara i Tiranës drejt Brukselit kushtëzohet në prapasken me lëshime territoriale për Greqinë. Dhe ajo që politikanët tanë kalojnë në heshtje është ligji i luftës. Greqia mban ende një ligj absurd lufte me Shqipërinë nga viti 1940, por kërkon që ne të ulemi me të
të negociojmë sikur të jemi partner të barabartë edhe pse ligji i luftës është ende në fuqi. Mos harrojmë, marrëveshja e parë e vitit 2009 u rrëzua nga gjykata kushtetuese e Shqipërisë kur Berisha bëri shitjen e parë, si një tradhti e integritetit territorial, sepse Shqipërisë i merreshin kilometra të tërë katror ujëra territorial. Tani Athina kërkon të rifillojë gjithçka nga zeroja, por duke imponuar parimin e tyre të zgjerimit me 12 milje në detin jon, atje ku janë pasuritë e bijve tuaj. Nëse mendoni se deti është i vetmi territor që po diskutohet, gaboheni rënd. Pas vetëm 3 minutash do ju tregoj se si po kërkohet ndërtimi i varrezave të reja ushtarake brenda tokës shqiptare dhe çfarë fshihet pas simboleve të Vorjo Epirit në terren. Qëndroni me mua se kjo që po vjen në minutat e ardhshme është akoma më e rëndë se ajo që keni dëgjuar deri tani. Pika e dytë e nxehtë e agjendës së fshehtë të Dendias, varrezat greke në jug të Shqipërisë. Gjatë vizitave zyrtare, pala greke ka rindezur kërkesën për ndërtimin e të paktën 3 varrezave të reja për ushtarët grek të rënë gjatë luftës italo-greke. Bëhet fjalë për hapësira që duhet të strehojnë rreth 8.000 varre të reja greke në jug të Shqipërisë. Në pamje të parë duket si një çështje thjesht humanitare dhe fetare, por në terma gjeopolitik, ky është një rrezik simbolik dhe politik i jashtëzakonshëm. Krijimi i tokave të shenjta ushtarake greke brenda territorit sovran të Shqipërisë përdoret historikisht si një mjet për të justifikuar pretendimet territoriale apo të ndikimit të jashtëzakonshëm mbi minoritetin grek në jug të Shqipërisë. Dhe këtu dalim tek zhvillimet më të errta në terren. Ndërsa Tirana merret me Haxhiun Bajram Begaj, në zonat kufitare dhe në rrjetet sociale janë aktivizuar sërish strukturat ekstremiste greke të vetëquajtura legionet e shenjta apo grupe paramilitare. Këto grupe kryejnë trajnime të maskuara pranë kufirit dhe individ të caktuar hynë në Shqipëri si turist, por me objektiva të qartë irredentist, ringjalljen e tezës së Vorjo Epirit me çdo kusht. Edhe pse shteti grek zyrtarisht nuk e përdor më termin juridik Vorjo Epir, zyrtarët e Athinës kur vinë në Shqipëri nuk harrojnë kurrë të anashkalojnë institucionet shtetërore për të takuar me protokoll të veçantë krerët e kishës ortodokse, element nacionalist të minoritetit. Kjo është diplomaci paralele që minon sovranitetin ton kombëtar, por këtu nuk shkelet laiciteti, se nuk flet kush. Dhe çfarë bën qeveria shqiptare? Hesht, nuk e ngre çështjen Çame, nuk ngre çështjen e pronave të sekuestruara të shqiptarëve në Greqi dhe pranon lëshime të anshme. Çfarë do bëjmë? Do merremi me Bajram Begajn pse shkoi ai në Haxh. Tani le të kthehemi agjendëve të Athinës në Tiranë, atyre analistëve që me porosi nisin sulmet sa u vjen sinjali. Ata na thonë se një lider perëndimor nuk shfaqet kur duke u falur apo duke ndjekur dogmat fetare. Kjo është rreda më e madhe e prodhuar për një publik i cili ata mendojnë se është tërësisht idiot dhe nuk e njeh botën. Le të shkojmë në Amerikë, në qendrën e demokracisë botërore. Shkoni hapni mbështetësit e Trumpit në rrjetet sociale dhe të presidentëve të tjerë amerikanë që mblidhen rregullisht në stadiume dhe luten hapur që Jezu Krishti të mbrojë Amerikën dhe të udhëheq presidentin në zgjedhjet e tij më të mira në Amerikë. Shikoni figurat e larta të administratës amerikane si Pete Hegseth dhe shumë të tjerë në nivelet më të larta të departamentit amerikan të shtetit. Ata flasin hapur në televizionet më të mëdha të Amerikës për besimin e tyre në Jezu Krisht, për doktrinat e krishtera protestante apo evangeliste. Dhe kjo konsiderohet pjesë e lirisë së identitetit amerikan dhe as pak thyrje e kushtetutës apo e laicitetit të saj. Por le të shkojmë pak më afër. Tek vetë Greqia që na jep lecione laiciteti me agjentët e saj në Tiranë. Si bëhet betimi i kryeministrit
dhe i presidentit grek, kryeministri i Greqisë shkon në Kish, ulet në gjuj për para patriarkut, dhe dorën mbi ungjillin e shenjtë dhe betohet në emër të Trinisë së Shtejtë, Ati, Biri dhe Shpirti i Shenjtë. Kisha ortodokse në Greqi është e shkrirë në Kushtetutën e Greqisë. E njëjta gjë ndodh edhe në Serbi. Por agjentët e Athinës duan laicitet në Tiranë. Atëherë si ka mundësi kur vjen kryeministri grek që betohet në Bibël përpara klerit është lider europian, ndërsa presidenti i Shqipërisë që shkon në Mekë dhe bën haxhiun quhet kërcënim për laicitetin. Kjo nuk është analizë, kjo është një racizëm kulturor dhe operacion inteligjencë i shërbimeve sekrete për të krijuar përçarje të brendshme mes shqiptarëve mbi baza fetare. Por prisni, se tani do futemi në zonën e ndaluar. Pse pikrisht tani ky sulm ndaj Bajram Begajt? Pse po merren me haxhiun Bajram Begaj dhe po fshehun generalin Bajram Begaj? Pas pak sekondash do të shihni skedën e Spakut dhe dosjen që digjet tek zyrat e prokurorisë speciale për pronat e ushtrisë në jug të Shqipërisë që i ka shitur jo haxhiu, por general Bajram Begaj tek oligarkët e Tiranës. Bajram Begaj është thjesht një vegël e rregullt e Edi Ramës në krye të shtetit shqiptar. Dhe opozita apo analistët serioz duhet të merreshin me bëmat e tij institucionale dhe jo me besimin e tij fetar. Por pasi mediat e rreshtuara zgjodhin të flasin për haxhiun Bajram Begaj dhe jo generalin Bajram Begaj, këtu ka një pyetje. Kjo ndodh sepse Bajram Begaj ka një ndosje të nxehtë në Spak, përpara se të bëj president, si shef i shtabit të përgjithshëm të ushtrisë, Begaj ka firmosur dhe ka kaluar planet për tjetërsimin dhe nxjerrjen nga plani i përhapjes të pronave të ushtrisë në Bregdetin e jugut të Shqipërisë dhe u ka dhënë për resorte turistike oligarkëve të Edi Ramës. Këto prona strategjike të ushtrisë shqiptare, baza detare dhe terrene që mbroheshin me ligj nga ushtria ju dhan oligarkëve të pushtetit për të ndërtuar resorte turistike luksoze private. Kjo është akuza reale dhe këtu ka abuzim me detyrën, këtu ka cënim të sigurisë kombëtare dhe korrupsion në nivele të larta të Bajram Begajt. Por ata nuk flasin sepse oligarkët, hajdutët e mëdhej të Shqipërisë, gjysmat e parave i çojnë tek Rama, gjysmat e parave i çojnë tek Berisha dhe në thelb ata janë para skena ballorja e ish sigurimit të shtetit, të cilët pastrojnë parat e hajdutëve, të cilët ju thithin gjakun për 35 vitesh. Spaku ka sekuestruar dokumenta, ka marrë në pyetje zyrtar dhe emri i general Bajram Begajt është shkruar aty në ato dosje për pronat e ushtrisë ku është bërë baterdia, por ata do të merren me Bajramin Haxhi. Kjo është arsyeja pse agjentët e influencës dhe makineria e propagandës e sabotuan vëmendjen dhe e kalojnë vëmendjen tek Haxhillëku. Është më e lehtë të flasim 5 ditë për Haxhillëkun e Begajt dhe është më mirë se sa të flasim për pronat e vjedhura dhe se sa të japim llogari se si pronat e ushtrisë në Sarand dhe në jugun e Shqipërisë u falën tek hajdutët e mëdhenj njerëzit pranë Ramës dhe Berishës. Duke e sulmuar Bajramin për fen, ata bëjnë dy punë me një gur. E para e mbrojnë atë nga hetimi real për pronat duke e viktimizuar si të sulmuar nga islamofobët, e dyta mbajnë publikun shqiptar të përçarë me luftra fetare, ndërsa fqinji jugor avancon në terren me kërkesat e tij strategjike për të përpirë jugun e Shqipërisë. Ne do të ham njëri tjetrin për fe dhe të vim tek halli i madh gjeopolitik aty ku Shqipëria është vetëm një gur shah. Tensionet e vërteta më serioze të Greqisë nuk janë me Tiranën, ato janë me Turqinë në Egje dhe në Mesdheun lindor. Ne aty nuk kemi asnjë lloj ndikimi. Greqia po nxiton të mbyll marrëveshjen e detit me Shqipërinë sipas parimit të saj, sepse dëshiron të krijojë një precedent ndërkombëtar, ndërsa Shqipëria vepron verbërisht kushtet dhe zbaton kushtet greke për zgjerimin me 12 milje dhe ndarjen e platformave kontinentale, Athina
do ta përdor këtë kartë të fuqishme juridike përballë Ankaras në konfliktin e tyre të madh për Egjeun dhe për Mesdheun Lindor. Por Turqia, si një fuqi shumë më e madhe ushtarake dhe ekonomike se Greqia, e ka bërë të qartë në prapasken se nuk do të lejoj precedent që të forcojnë pozitat detare greke në rajon duke cënuar balancat e sigurisë. Qeveria shqiptare e gjen veten në mes të dy zjarreve, por në vend që të mbajë qëndrim sovran dhe dinjitoz, të bazuar në vendimin e gjykatës kushtetuese të 2010-s, ajo zgjedhë rrugën e lëshimeve të fshehta dhe të bombave tymuese mediatike. Dhe këtu vim tek përdorimi i figurës së presidentit si Haxhi Bajram Begaj është thjesht skenari perfekt për të mbuluar dështimin spektakolar të diplomacisë dhe shitjen e shtetit shqiptar nga dyshja Rama Berisha. Mos u gëgjeni vëllezër dhe motra shqiptar nga zhurma. Sa herë që shihni ekranet të ndizen për debate fetare që prekin ndjenjat tuaja fetare apo kulturore në mënyrë kaq bastarde, ngrini kokën lart dhe shikoni, përpiquni të çani errësirën dhe të kuptoni çfarë po firmoset atje. Ju a tregova me fakte. Laiciteti nuk shkelet duke shkuar në Mekë, ashtu si nuk shkelet në Jeruzalem apo në Vatikan. Laiciteti po përdoret si mask nga një pakt i pisët mes agjentëve të Athinës në Tiranë të rreshtuar në dy krahët e oborrit politik të Tiranës, Majtas dhe Djathtas. Ajo që po ndodh realisht është presioni i Nikolas Dendias për detin, kërkesat e rrezikshme greke për varreza në jug të Shqipërisë, tolerimi i strukturave ekstremiste dhe mbi të gjitha fshehja e dosjes së Spakut për tjetërsimin e pronave të ushtrisë nga general dhe jo Haxhi Bajram Begaj, nga i njëjti president për të cilën kam ngritur tymnajen. Kjo është e vërteta që nuk duat t'ju tregojnë agjentët dhe spionët e Asfalis në Tiranë. Nëse ky investigim ju hapi syt dhe mendoni se ky mesazh duhet shkojë sa më shumë tek sa më shumë shqiptar, shpërndajeni këtë video në rrjetet tuaja sociale, mos harroni të lini një koment poshtë. Çfarë mendoni ju për lojën e pisët që po luhet në prapasken me besimin tuaj fetar dhe me përçarjen e fetare të shqiptarëve? Për çfarë? Për të mbuluar shitjen e jugut të Shqipërisë dhe të detit. Dhe nëse nuk e keni bërë akoma, klikoni butonin subscribe për të mos humbur informacionet dhe analizat e frikshme të radhës që po bëjmë gati. Shpëtoni nga propaganda. Do të shihemi në sonte ndark live për të parë një temë teje të rrezikshme gjithashtu. Qëndroni me mua sepse duhet të japim përgjigje të mëdha. Pse presidenti i Republikës shkoi në Mekë dhe u shkel laiciteti i shtetit? Kjo është halli apo fshihet diçka shumë më e shtrenjtë dhe shumë më e rrezikshme? Unë ju a tregova çfarë munda dhe do t'ju tregoj gjithçka mundem. Po kërkojnë t'ju përçajnë, të hani njëri tjetrin dhe të zhyteni në konflikte fetare. Spionët dhe agjentët e Tiranës që i përkasin oborrit të Ramës dhe të Berishës. I gjithë plani është përgatitur në mënyrë që ju të flini gjumë, ose të shqyejmë njëri tjetrin, ose të merremi me gjërat pa vlera, siç është Haxhillëku i Bajram Begajt, ndërkohë që Shqipëria e muslimanëve, e katolikëve, e ortodoksëve dhe e gjitha llojeve të tjera të shqiptarëve është në shitje. Ky është kurthi, mos bini në këtë kurth, sepse ata janë të pisët, mendojnë vetëm për seks, për para, për pushime luksoze, po vjen vera, kanë nevojë të bëjnë pushime të shtrenjta dhe gjithçka është e paguar nga agjenturat rajonale. Dhe pushimet e shtrenjta janë gjëja më e lirë. Marrin shtëpia, makina, prona, hotele, vila, mbështetje për fëmijët e tyre nëpër universitetet e shtrenjta dhe lobim për qendë të mëdhenj atje në Washington dhe në Bruxelles, që të mos rrëzohen nga pushteti në këmbim të vjedhjes së parave të shqiptarëve dhe fshehjes së pasurive të tyre tek bankat e tyre jashtë. Loja është e madhe, mos bini në këtë kurth. Të gjithë ju të cilët më thoni kreshnik bollje duke na filozofuar me teori dhe me fjalë, jo ne nuk po filozofojmë,
bashkoni me lëvizjen Adeu tek linku i parë, te komenti i parë i pinuar poshtë videos. Nëse donit, ecim gjithë bashkë. Nëse nuk doni, vazhdoni merruni me paradhat e tyre. Dhe unë do të vazhdoj t'ju aqjerr maskën derisa Zoti më jap shëndet, jetë dhe frym. Shqipëria e shqiptarëve, rrofshin shqiptarët të bashkuar, poshtë spionët, poshtë tradhtarët, poshtë hajdutët e neveritshëm të këtij kombi. Mirë dëgjofshim në Dark Live, ka një temë teje të rrezikshme. Mirë dëgjofshim.